Një mbrëmje e ndjerë dhe domethënëse në shërbim të drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Në Konsullatën e Republikës Kosovës në New York u mbajt një diskutim organizuar nga shoqata Ulqini në bashkëpunim me konsullatën me temën Gratë, lufta dhe lufta për drejtësi në Republikën e Kosovës në moderimin e Samantha Shkrelit. Ngjarja e hapi dhe përshëndetit pranishmit ambasadori Reka, i cili kërkoi drejtësi ndërkombëtare për Vasfije Kasniqin dhe për rreth 20.000 shqiptare të dënuara gjatë luftës në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e të vërtetës dhe përgjegjësinë. Diskutimi trajtoi krimet dhe genocidin e kryer nga Serbia në Kosovë me tekst të veçantë e krimit seksuale gjatë luftës, duke vënë në pa forcën qendresen dhe zërin e grave të Kosovës. Paraforcët ishin Vasfije Krasniqi Gutman, e dërguar speciale e Presidentes së Republikës Kosovës dhe mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, e cila ndau dëshminë e saj të fuqishme, dhe Vera Mjeku, mbi reflektimet e rëndësishme të drejtësisë dhe angazhimit institucional për këtë problem.